Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka zhvilluar një konferencë për media teksa foli dhe mbi ato që ndodhen në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, ku kërkesa e kandidatëve demokrat për rinumërim të votave në qarkun e Tiranës u hodh poshtë si nga anëtarët e Partisë Socialiste, ashtu dhe nga anëtarët e Partisë Demokratike. Berisha u shpreh se anëtarët e Partisë Demokratike në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve kanë zbatuar thjesht ligjin, duke qenë se në kodin zgjedhor parashikohet që të drejtën për ankimime të tilla e kanë vetëm subjektet politike dhe jo kandidatët. Ajo është zhurmë për asgjë. Është zhurmë për asgjë. Pse? Ja u shpjegoj unë. Në vitin 2019, një ndryshim i kodit zgjedhor, por e vërteta, ta themi atë që është i mbështetur nga Komisioni Venecias dhe Odiri, ka heqë të drejtën e kandidatëve si të tillë të paraqesin ankesa të kësaj natyre. Nuk ekziston ajo e drejtë nga 2019 e këtej për kandidatin. Komisioni Venecias, Odiri dhe Kodi Ynë këtë të drejtë ja u njohin subjekteve politike. Subjektet politike investohen edhe për kandidatin. Edhe për kandidatin. Këta kandidat të nderuar kanë ndjekur një rrugë të këshilluar, nuk mund të them se mbasi përfaqësuesit tanë ja u kanë bërë të qartë dhe ja u kanë bërë të qartë dhe interpretimin e thirrjes time, që duhet t'i bëjnë nëpërmjet partisë, por brenda